zhvillimet e fundit mes Brikenës dhe Mateos. Dhe një histori e cila realisht mohohet të ketë ndodhur nga Brikena, por një ngjarje krejtësisht tjetër po tregohet nga Mateo. Sa mendon që është e drejtë apo si e sheh në këndvështrimin tënd këto zhvillime dhe këto diskutime që po bëhen? Në sytë e mi do të them troç, se kam thënë dhe herë tjetër, është një lloj skandali, një lloj përndjekje që unë po e shikoj të gjithë qasjen dhe këmbguljen e Mateos për të dalë në pikën që shikoni se unë me këtë vajzën kam pasur një love story ashtë për familja e saj, si që tregoj dhe dha detaj të reja mbrëm duke nxjerrë në pa edhe familjen e Brikenës, një familje kërcënuese që i pren rrugën kur ky shkoi për të takuar në Kosovë, dhe për mua nuk është e hishme e gjithë ky kalvar qëndrimesh që ai ka mbajtur. Thua ti, prezenca e tij në Big Brother është vetëm për të tentuar të ketë një lloj raporti me Brikenën, për të tentuar të ketë një lloj rilidhje me Brikenën dhe për të treguar këtë pengun, siç ai u shpreh, në raport me Brikenën. Kjo në sytë e publikut e ka nxjerrë si një djalë që po pëlqet, si një djalë i cili ka disa vlera që po pëlqet se nuk e ka lënduar apo nuk e ka ofenduar Brikenën, për e gjithë kjo qasje e tij që është si një lloj përndjekje, edhe pse në Big Brother shikohet si një lloj romance, për mua është shqetësuese pasi po e bën tjetrën që të ndihet keq. Përsa koha jo në shumë situata të thotë ty stop, nuk është e vërtet, ndalo, e nxori dhe në televotim që sigurisht kjo i dha atij shtysën duke bërë tani një nga personazhet më të preferuar aktual të Big Brother, të pam dhe në atë te televotimin e dytë që zjati diku tek 10-15 minuta që u shpalli preferuar i publikut për të nisur më pas atë zinxhirin që sigurisht ai shpotoi Brikenën, është e kuptueshme dhe e gjithë strategjia e tij në këtë Big Brother pas ka qenë dhe do të jetë vetëm Brikena. Fati deshi që në një lojë që bën pikërisht mbrëm, ata të dy do të kenë një dark, kjo do të japi material të gjithë atyre fanbase-ave dhe të gjithë atyre njerëzve që shikojnë një lloj shkëndije në sytë e Brikenës dhe pa diskutim edhe në pëlqimin që ende Mateo e ka. Nuk e dim nëse ky Big Brother do të shkrijë akullin e Brikenës, të mos jetë kaq e ngurtë, kur ka një djalë që po i pëlqen, që shpreh pëlqimin për të, por mbetet për të parë se është një histori e para 4 viteve që po rijetohet në aktualin në Big Brother. Po, dhe a mendon realisht Redion që mund të ketë ende ndjenja Mateo ndaj Brikenës dhe nuk po e bën apo je i prerë në këtë vendimin tënd, në këtë qëndrimin tënd që nuk ka romancë aty mes atyre? Tani shkëndije ka, po mua nuk më pëlqen gjithë kjo qasja që kur u fut. Po mendon rruga që po përcaktohet nga Big Brother për të qenë së bashku? Po tani në një lojë gjithçka bëhet, ne dim që dhe produksioni është ai me anë të klipeve apo me anë të disa lojëve që të kërkon t'i afroj banorët, por besoj do të jetë shumë e vështirë për sa kohë Brikena është këmbgulse, duke marrë parasysh edhe pjesën familjare që ka të rëndësishme, dhe nuk besoj që do të bëj lojra për këtë pjesë deri më tani. Këtë variant ka treguar që Brikena është hermetike dhe është ndaluese. Po, dhe kujt i beson Redion ti realisht? Cilën histori beson? Beson që realisht nuk pati